profesionalizmit lartë të policisë italiane, e cila ka sjell edhe shkëmbimin e informacionit me SPAK-un dhe strukturët shqiptare në kohë reale, duke qenë partner serioz dhe të rëndësishëm struktura e posaçme sipas vlerësimit të palës italiane, që arritën në këtë operacion që kishte ato rezultate që dha. Sekuestrime të parave kesh, sekuestrime të apartamenteve, të lokaleve dhe të një televizioni, por ajo çfarë bën diçka ose vë diçka në diskutim është fakti që këto para kesh përkojnë me parat të cilët janë marrë nga një sekuestrim i një kohe më parë. Dhe ky sekuestrim parave kesh të grupit të Durrësit ka një operacion i bërë më parë, shtohet si shumë 3 milion euro. Cilës thuhet 3 milion euro. Dhe këtu ka dhe disa transferta, të cilët janë kryesisht në model digjitale, sidomos një vlerë për 500.000 eurosh për një pagesë ndaj një dërgese që do të vite nga Amerika e Jugut. Të gjitha këto janë pjesë të asaj dosje, të cilit është bërë dhe shumë e gjerë dhe e gjatë për të lexuar dhe për të njohur nga palë italiane, por nuk kemi një dosje të bërë publike nga struktura e posaçme SPAK. Po habitet nga fakti për grupet kriminale dhe me vitet e eksperiencës që ju keni, normalisht nuk mund shkaktoj habis, apo grupet kriminale më bën përshtypje fakti që pala italiane i quhen mafia shqiptare, kurse pala shqiptare i quhen banda apo grupe. Ka një diferencë shumë madhe midis mafie shqiptare dhe midis grupeve apo bandave që veprojnë në territorin shqiptar. Ko ndoshta për shkak të kodit, të klasifikimit të kodit që nuk e kanë në kodin penal fjalën mafia, dhe si e tillë flet me gjuhën profesionale që i lejon profesionin për ta cilësuar këtë banda dhe jo mafia. Por është mafia sipas Italisë, sepse i ka gjithë ato elementë të cilët klasifikojnë një organizat që të quhet të tillë për shkak të aktivitetit e cila del përtej asaj që ne themi aktiviteti kriminal. Vjen tek mënyra e sjelljes, vjen tek mënyra e organizimit, vjen nga tendencat për të pasur influencë sociale, influencë rajonale, apo influencë tek personalitetet politike, apo të personazheve të cilët janë shërbys publik. Opozita akuzonte që prej disa muajsh në vitet e fundit asnjë kërkesë nuk ishte kapur portin e Durrësit të droge, as nga lindja, as nga perëndimi që mund vinte, pra nga kokaina apo heroin, ndërkohë që nga dosja rezultoi që futej në karrocat e invalidëve, edhe me cilësi shumë të pastër, pra pak edhe e pastër. Shumë gjëra të bëra publike nuk kanë pasur ndoshta transparencën e duhur, edhe kur ato kanë bërë shumë zhurmë dhe kanë qenë një realitet i hidhur. Për shembull, vazhdoj të ri i çuditur me faktin që nuk morëm një përgjigje lidhur me Toyota Yaris. Domethënë, përfunduam tek një prokuror, tek një gjyqtar, përfunduam tek disa individ, të cilët morën ato dënime dhe me dënime shkurtura arritën 2 vjet, 2 vjet e gjysmë. U sekuestrua e para, por nuk morëm një përgjigje me atë sken apo me atë pamje të jo të zakonshme në Parlamentin shqiptar. Zoti Basha akuzonte drejt për drejt duke paralajmëruar që po vite një ngarkesë për zotin Balla, dhe zoti Balla me ato nënqeshjen dhe humorin e tij, dhe pastaj kemi ardhin e prokurorëve belg që marrin pyetje zotin Basha